zhvillimet e fundit konventa e PDK-s. Po nalëm pak të këto zhvillimi që ndodhen në PDK, ndryshimi, Bedri Hamza, kryetari PDK-s, ndërheqja e Memli Krasniqit, qyshi vlerëson, qyshi po, duke qenë mbranda partisë e përmendet më herët, ndoshta një shpresë më shumë për me vazhdu edhe rrugtimin e juaj, po edhe si subjekt politik. Në pika shkurta, ndërheqjen e Memlit dhe zgjedhjen e Bedri Hamzës kryetar të PDK-s. Po pikë pari këto 5 vitet e fundit, gati 5 vite që kam qenë pjesë e kryesisë mandej edhe ku më është besu udhëheqja e departamentit për siguri kombëtare e mbrojtje pranë kabinetit qeverisjes mirë, ka qenë privilegj me punu krahas ish kryetarit tani Krasniqi dhe gjithë kolegëve që kemi pas në kryesi, në kabinet, në ndeg, sepse kemi qenë pjesë e një procesi, mandej edhe natyrisht kandidati tonë për kryeministër zotri Hamzës, ka qenë nder me punu krahas tyre, sepse kemi qenë në një proces të rëndësishëm për PDK-n, ai ka qenë rritja dhe krijimi një momentumi të ri për PDK-n dhe mendoj që edhe zgjedhjet e fundit lokale, edhe gora a fundit në nivel nacional, po edhe këto zgjedhje kanë dëshmuar që PDK-ja në mënyrë shumë të sigurt e ka një trajektori të rritjes, të reformimit të brendshëm, të krijimit të hapësirës për ndjenjë vojza të reja kompetent, të cilët dojnë me shërby vendit të tyre. Kështu që ka qenë një rrymë shumë pozitive, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme dhe në vazhdën e kësaj ka ndodhur kjo që ka ndodhur, domethënë është duke u rikriju një momentum i ri që PDK-ja të ketë potencial për rritje edhe më tutje dhe ka qenë një shembull jashtëzakonshëm i ish kryetarit Krasniqi se si duhet të mirët një detyrë me përgjegjësi, jo vetëm privilegj, po me përgjegjësi, si duhet të performohet, si duhet të ketë transparencë për atë performancë dhe si duhet të krijohet një hapësirë e re për dikon me vazhdu mandej atë rrugtim, duke mos e trajtu kur pozicionin brenda një institucioni të tillë apo edhe institucioneve publike më tutje, si diçka personale apo private, po si një detyrë që të është besu. Kështu që dje ka qenë një moment shumë i mirë për PDK-n, sepse kemi pas domethënë bartjen e një PDK-je në një pozicion shumë më të favorshëm se sa që ka qenë para disa viteve, tek një kryetar i ri, të cilit besoj gjithë i besojmë dhe ka përkrahjen e të gjithëve, duke u nisë edhe nga performanca ati e kaluar, edhe në pozicionet publike, edhe si kryetar në nivel lokal, po edhe si kandidat për kryeministër, dhe tani e ka përkrahjen e gjitha strukturat PDK-s që me vazhdu këtë trajektorë të rritjes së PDK-s, po natyrisht edhe me kriju detyrimisht një fitore në zgjedhjet e ardhshme nacionale bashkë me gjithë ekipin e PDK-s në nivel qendror dhe lokal.